Është ekstraduar në Shqipëri nga Dubai Amar Shkëmbi, i njohur ndryshe edhe si Dritan Shkëmbi, i cili akuzohet se është përfshirë në atentatin ndaj ish prokurorit Arjan Doja, ku mbeti i vrarë shoferi Andi Maloku. Amar Shkëmbi, ndryshe i njohur si Dritan Shkëmbi, është arrestuar në Dubai në 23 shkurt 2023. Ai gjithashtu njihet edhe si antar i grupit të Laurent Dervishaj. Ndaj Shkëmbi, gjykata kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në vitin 2022 ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për disa vepra penale. Dritan Shkëmbi akuzohet për përfshirjen e tij në atentatin e organizuar ndaj ish prokurorit të Arjan Doja në vitin 2019. 41 vjeçari dyshohet se bashkë me dy persona të tjerë ka qenë në makinën që ka hapur zjarr ndaj automjetit ku ndodhej ish prokurori Arjan Doja, që po qarkullonte në pikalimin e Shkozetit në rrugën Tiranë-Durrës. Dritan Shkëmbi njihet edhe si antar i bandës së Dervishaj, i shpallur në kërkim pas rrëfimit të Lutareçit, i cili ka treguar dinamikën e vrasjes dhe Klodian Saliu, vrasje në të cilën bashkëpunëtori i drejtësisë ka treguar se ka marrë pjesë së bashku me Laurent Dervishaj.